Sweden on Tour ishte aktiviteti i mbajtur para ditën e kësaj të martë në sheshin Liria të Durrësit, ku ambasada suedeze u shfaq me të gjitha funksionet dhe projektet e saj në qytetin mbretëtar. Në aktivitet ishin të pranishëm ambasadori suedez Niklas Storm, kryetaria e Bashkisë së Durrësit Mirjana Sako, si dhe shumë organizata jo fitimprurse, që përgjatë viteve kanë përfituar fonde nga projektet e qeverisë dhe ambasadës suedeze. We are here with the Swedish Embassy. Dëtuam ambasadën suedeze për të prezantuar projektet e Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Ne për vitesh ndihmojmë Shqipërinë, sidomos për sa i përket integrimit në BE. Njëkohësisht kemi sjellë kompanitë suedeze që janë aktive në vendin. Më vjen mirë që këtu kemi subjekte të ndryshme, përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kanë marrë mbështetje nga ambasada suedeze, por sigurisht edhe Bashkia e Durrësit ka qenë një nga ato institucione që ka përfituar nga mbështetja që ju keni dhënë, dhe më vjen mirë që sot do të shpaloset edhe një sër subjekte shpërfituese, por edhe biznese të cilët mbajnë markën suedeze. Gjatë aktivitetit të pranishmit vizituan stendat e panairit dhe u njohën nga afër me disa nga ushqimet tradicionale suedeze, markën e njohur të automjeteve Volvo dhe njëkohësisht u bën pjesë e lojës suedeze Kup. Për ambasadorin Strom, vendi ynë është një destinacion turistik mjaft i preferuar nga suedezët, pasi vitin e kaluar pushuan në Shqipëri 80.000 turistë dhe këtë sezon pritet që shifrat të jenë në të njëjtat nivele. Suedezët janë shumë të interesuar për Shqipërinë. Vitin e kaluar erdhën 80.000 turistë në vendin tuaj. U regjistrua një rritje me 60.000 turistë krahasuar me një vit më parë dhe mendoj se këtë vit shifra do të jetë e njëjtë. Në panairin e zhvilluar në Durrës ishin të pranishëm dhe përfaqësues nga ambasadat suedeze në Prishtinë, Shkup, Ankara, Stamboll, Beograd, Sarajevo, Zagreb dhe Bukuresht, si dhe organizatat ndërkombëtare që zbatojnë projekte të financuara nga SIDA në Shqipëri.